Remzia Osmani shfaqet në krahët e prindërve, dedikimi emocionues rrëmben zemrat e ndjekësve. Këngëtarja e njohur shqiptare, Remzia Osmani, ka emocionuar ndjekësit e saj me publikimin e një fotografie të veçantë familjare, ku shfaqet pranë dy njerëzve më të rëndësishëm të jetës së saj, prindërve. E njohur për zërin e saj karakteristik dhe për karrierën e gjatë dhe të suksesshme në muzikën popullore, Remzia vazhdon të mbetet ndër artistët më të dashura për publikun shqiptar. Përveç angazhimeve të shumta në dasma dhe mbrëmje familjare, ajo është mjaft aktive edhe në rrjetet sociale, ku shpesh ndan momente nga jeta e saj personale dhe profesionale. Së fundmi, këngëtarja ka zgjedhur të ndajë me ndjekësit një fotografi të mbushur me dashuri dhe emocione, ku shihet e buzëqeshur në shoqërinë e prindërve të saj. Por ajo që tërhoqi edhe më shumë vëmendje ishte mesazhi prekës që Remzia vendosi pranë imazhit. Dashuria e prindërve është e vetmja që të ndjek pa kushte në çdo hap të jetës, shkroi ajo, një dedikim që u prit me shumë komente pozitive dhe reagime emocionuese nga fansat. Fotografia u shpërnda me shpejtësi në rrjet, ndërsa shumë ndjekës e vlerësuan respektin dhe dashurinë që artistja vazhdon të tregojë për familjen e saj. Në një kohë kur ritmi i jetës është gjithnjë më i shpejtë, Remzia Osmani kujtoi edhe një herë rëndësinë e lidhjes së ngushtë me prindërit, duke përcjellë një mesazh që preku zemrat e shumë njerëzve.